Në këto vite kam folur me qindra njerëz që përdorin kokainë dhe të gjithë më kanë mësuar diçka. Kam vëre një gjë që pothuajse të gjithë e kanë të përbashkët. Mendimet e tyre janë përqendruar pothuajse vetëm te problemet. Probleme me shëndetin, probleme në familje, probleme në punë, probleme me biznesin, probleme ekonomike, dhe kur mendja sheh vetëm probleme, fillon të besoj se nuk ka më rrugdalje. Kështu kokaina nuk bëhet vetëm një substancë, bëhet mënyra më e shpejtë për t'u larguar qoftë edhe pak çaste nga ajo dhimbje. Problemi është ky: sa më shumë përdor, aq më shumë shtohen problemet. Dhe sa më shumë shtohen problemet, aq më shumë lind dëshira për ta përdorur përsëri. Është një rreth vicioz, prandaj hapi i parë nuk është të zgjidhësh të gjitha problemet e jetës brenda një dite. Hapi i parë është të ndalosh së përdoruri, të ndalosh së dëmtuari veten, dhe të fillosh t'i kujtosh vetes edhe diçka tjetër. Cilat janë cilësitë e tua? Çfarë ke bërë mirë në jetën tënde? Për çfarë mund t'jesh mirënjohës sot? Sepse kur mendja fillon të shohë edhe dritën, nuk ka më nevojë të arratiset gjithmonë në errësirë. Mos lejo që e kaluara të dëmtoj të ardhmen tënde. Rri pastër dhe kujdesu për veten.